Kaloj një ditë shumë të bukur bashk. Edhe pse sot ishte një ditë e qetë, isha plot energji, prandaj e kam shijuar shumë. U çova herët, u çova nga ora 8, bëra my skincare. Flokëve nuk i bëra asnjë gjë sepse i kisha të stiluara që nga dje. Për mëngjes bëra një matcha latte si gjithmonë. Kisha dhe kekun gati që kisha bërë dje në darkë dhe disa arra anash, prandaj nuk u lodha shumë me mëngjesin. Kishte dalë filmi im i preferuar në Netflix, Roman Holiday, dhe nga që është në Netflix, ishte më me kualitet të mirë se që kam parë në vende të tjera. Ky mund të jetë një nga filmat që mund ta kem parë më shumë, as nuk e numëroj dot sa herë mund ta kem parë. Po më pëlqen shumë sa herë që e shikoj. Pasi pash filmin me motrën, shkova për të rregulluar make-upet. Më janë bërë kaq shumë make-upe sa i kam darë në 4 zyrtare të ndryshme. Nuk di më ku t'i çoj. Ato produktet e make-upit që përdor çdo ditë i vendosa te zyrtari përballë pasqyrës që bëm gati. Në drek shkuam për të bërë një pazar, morëm disa fruta dhe gjërat që na duheshin për të bërë makarona. Bëm mac and cheese me domate sipër, dolën shumë të mira. Në darkë dolëm përsërisa për të bërë një xhiro dhe për të marrë disa ëmbëlsira. Sot u bën një vit te kjo shtëpia e re, prandaj donim të merrnim një tort sa për fan. Po rrugës morëm dhe shumë ëmbëlsira të tjera.